Fshatrat e Bulqizës janë përfshirë nga rreshtet e dëburës mbrëmjen e së enjtës. Trashësia e bardhësisë ka arritur deri në 10 cm, po pa krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Rreshtet e burrës në këtë periudhë janë problematike për bujqësi në një kohë kur shumë pemë frutore kanë qelur sythe. Zonat mbi 700 metra mbi nivelin e detit u përfshin nga rreshtet e burrës, ndonse ishin me intensitet të ulët. Fshatrat si Tërnove e Madhe, Tërnove e Vogël dhe shumë fshatra të Martaneshit i gjeti premtja të zbardhur. Fermerët janë frikësuar nga ulja e temperaturave, ku nëse do të ketë ngrica gjatë natës, dëmët do të jenë të mëdha në frutikulturë, ashtu siç ndodhi vitin e kaluar. Rreshtet e burrës kanë përfshirë edhe fshatrat e Dibrës. Në Lur trashësia e burrës ka arritur deri në 15 cm, ndërsa edhe atje nuk ka probleme me qarkullimin e automjeteve. Po ashtu rreshje pati edhe në fshatrat e njësisë administrative Selisht, Slove, Kalaj Dodës, por pa penguar lëvizjen e banorëve drejt qytetit të Peshkupis. Ndërkohë sinoptikanët parashikojnë që edhe 2 ditët në vijim temperaturat do të mbeten të ulta, ndërsa rritja e tyre do të nisë nga fillimi i javës së ardhshme.